E mos në 110%, apo kupton? Pa më shtypja se konsideroj që kom hënë. Nuk do të Për një po, nuk do këna, fatmirësisht, ama pa më zonë gjumi që aty se konsideroj Kretë që është ideja me hongër ma pak. Mundesh me hongër këta ushqime. S'pe tha mula asnjë Abdullës. trup është i njëjtë. Edhe një këshill që ja kisha dhënë gjithëve gratis, domethënë kanë, është mos me hongër 3-4 orë para gjumit. Edhe fasting për shembull tash që është Ramazani është një gjë shumë e mirë. Fasting, këtë dieta ndërcodet janë të bazuar në fasting. Po. Trupi i njerit është ndërtu me hongër sa më rrallë, jo me hongër shpesh. Domethënë një herë ditë ose 2 herë ditë. Jo me A hongër nuk vlen kjo shpesh herë ka pak se shpesh herë përmendet? Trupi i njerit. Për një metra, sinqerisht. Njerëz se parë kanë shku në Se xhyeti. shumë ma kanë përmend veç masi E kam këto. lexuar një libër ekstra, jo ekstra, po atë që specifikisht për çit punë, që njerëz të parë që në kohën ata kanë shku në xhyeti. Edhe na tani javë u duf për me gjujt diçka dhe për me kap me hongër, tani kanë hongër, tani prap 2-3 ditë kanë hongër, domethënë kanë hongër çdo 2-3 ditë. Trupi i njerit është i ndërtuar për me duru, jo me hongër non stop. Se tani ti sheqeri veç hyp zbret, edhe te ki humorin kurse ki mirë, disbalans. Dikush që lind obez, edhe rritet me obezllëk, pi fëmijë. Po. Edhe ka natyrën që nuk ja tret organizmi. Po. Aty nuk ka të bëj çysh han. Aty ka për shembull e ka fituar. E vërtet, e ka fituar, mund të mu trajtu edhe ajo pjesë. Veç do të me kriju tani do një disiplinë. A ka ndodhur më koni trash? Po. Sa kilogram? Kum pas 10 kila ma shumë në Po jo, kur gjo sa e po volë më koni trash. Njeri, kum punu me njerë që kam foto me të tregu që i ka pas 60 kg ma shumë. A din njën për shkak me pa picën që aty edhe më smell. Po. Jo se del. Çdo ditë e bëj, çdo ditë e bëj. Po të kuptoj unë ty, po njeri që